Po nuk ka ku arzu, se arzu në rrugë poshtë. Shumë. 980 rroj pas anghen që të më. Shikues të emisionit Uniku, jemi me motrën e Mirel Gjokajt dhe po shkojmë drejt fshatit Kozhnjë, zonja Mirjana. Drejt fshatit Kozhnjë, Kelmendi. Është larg prap këtu, ne jemi fut rrugës Damarës së Hodit, apo jo? Dhe është prap larg nga vendi ku jemi aktualisht, apo jo? Shumë është larg, dhe 90 kilometra. Me makinë, dhe pastaj duhet hecim këmbë për me shku. Sa mund të hecim këmbë? 10? Prej aty të ku na lën makina deri ke veni është 1 orë gjysmë. 1 orë gjysmë. Ku është abzuar. Do provojmë të shkojmë deri tek vendi i ngjarjes, megjithëse moti sot nuk na favorizon. Por gjithsesi do shkojmë të kuptojmë më në dinamik, më nga afër derisa të arrijmë që si ka ndodhur kjo ngjarje. Një ngjarje me shumë mistere dhe me shumë pikpyetje, zonja Mirjana, apo jo? Shumë mistere, shumë pikpyetje. Dhe që u raportua si ngjarje aksidentale, por në fakt ka qenë insistimi juaj personal është regjistru si zgjanie aksidentale, si vllai jam ka kanë për gjoje. Për gjuhë e ti? Po. Po në fakt gjuhënte? Jo, gjuhënte vllai jam. Po më shumë të shkojmë ta shohim atje. Ortakët ka thënë që është janë për gjoje. Po për gjuhë s'ka qenë. Jo, është për gjoje. Dhe të shkojmë ta shohim terrenin, dhe të shohim dhe të kuptojmë sa larg ka qenë parcela e drogës, se po gjithë dyshimet janë se mund të jetë këtë do për parcelë. Është 2 orë. 2 orë larg. 1 orë gjysmë është me shku deri ku arzu vllajt, prej ku arzu vllajt deri te parcela është 2 orë. Ka qenë atë natë, ose një ditë para ka qenë aty, tek parcela? Po, ditën e mërkurë, dhe 17 ai ka qenë te parcela. Në orën 8 ka folur me mamin në telefon, dhe mbrapa s'është qenë. 8 të datës 17, ditë e mërkurë, 8 e mëngjesit. Ndërkohë ka folur po atë ditë në mëngjes me mesazhe me të dashurën e vet? Me të dashurën ka folur në 6 të mëngjesit. Dhe çfarë ka thënë? Me të dashurën si ka thënë që sa jam zgjuar qyshe në orën 5 nga gjumi, se dje kam pas drona si për fokës. Edhe jam zgjuar që të ik të largohem që mos të më zonë gjumë. I fliste me kodin Sorrat, apo jo? Pa, Sorrat. Pra dronave të policisë i etiketonte si Sorrat, i kanë pas lart në mbikëqyrje. Dhe ka dash tik që mos ta kapi. Pa. Po gzim Preldagaj, ortaku i vetëm i tij në këtë sipërmarrje të palishme të kultivimit. Ku ka qenë? Ai thotë që kam qenë në shtëpi. Nuk e di ku ka qenë gzimi. Si për më shumë, afrohemi atje. Tu? Ka qenë e parkume? Pa. Po, për qa ishte, nga kush e kishte parku, kush e kishte lënë? Ai tha se vllai e ka lënë. Aha. I zoti. I zoti tokës. E ka vllai jot, e ka lënë fakto. E ka lënë fakto çil, po unë e kam marrë e kam çuar atje. Po vllai ku ka hik pastaj në kom? Ka hec kom rrugë, apo nuk e di asgjë më tepër. Jemi larg vendit ku është gjetë? Po. Jemi akoma larg. Shumë Ti makinën e ke pa këtu në momentin. Po, e ka marrë me inspektorin e krimeve të nalta, e me atë që e kontrollon makinën. Po dhe ekspertin e gjitha. Po. Okej, ishte e hap me makina apo e mbyllur? E hap me dyrë. Po Chelsea? Chelsea ishte në makinë mrena. Ishte mrena, nuk e kishte lujt kush. Jo. Kjo rruga ku të çonte apo s'kishte në një ide? Nuk di si bën. Të hikim drejt vendjar. Pra ti ke ardhur këtu një ditë masi e keni gjetë vllajën e vdekur? 3 ditë. 3 ditë mrapa. Por ndërkohë ti e ke pa që momentin e parë kur e gjit me cucin lart, me gzimin, si Preldake. Po. Ka dhënë një shpjegim gzimi pse? Jo, nuk ka tregu hiç bile gzimi, asnjë gjë për makinën. A e ke pa vetë makinën? Jo, vetë makinën. Falë që të pyes ty unë, po do i dalim nga rruga kryesore, a? Dalim knejt. Jo ke kjo ke rruga tjetër, a? Qepja.
Dhe këtu futemi tani për Kozhnjë, ë? Zjet një çantë që kam pa une e zezë, edhe kjo është pasmasën. Po? Edhe një kilo është rruga që më kanë gjitë mua. Jenë gjitë në kom? Po, në patër të mëngjesit. Ditën e mërkurë. Pra këtu t'ka thënë në gëzimi që të shkojmë të kontrollojmë? Nej, të me dalë. Okej. Keni lënë makinën këtu poshtë? Jo, më kena lënë makina fyllë ka hikë. Po? Në ka pru, dhe veta unë në në gjitë e majnë që të rrugë në kurën të në zera në në. Po ku t'kanë zirë? E keni kalu këtë malin? Pa, këtë malin që të ka. Po? Të tregojnë atë krahin. Po në vërtet mund të shkonte makina deri afër vendit ku është i gjendër. Këse mu në kanë gjitë ka. Kjo është rruga që janë gjitë. Me 3 persona. Gëzimin dhe 2 persona të tjerë. Pa, në të një pa. Okej. Ndërkohë shikues të emisionit Uniko, ne po ngjitemi, do marrim jo rrugën cilën kanë ndjek Mirjana atë ditë, me cilën e kanë udhëzuar dhe kanë dyshuar ata se mund të jetë Mireli. Do marrim rrugën tjetër të makinës dhe do shkojmë në fshat, në Kozhnjë, aty ku do shohim më në detaj atë rrugë cila është më e thjeshtë për të shku. Ndërkohë këtu ishte vështirë të kaloje, pra t'i garë. Qa ore ke qenë këtu? Në orën 4:30 mëngjesit. Të mëngjesit, 4:30 të mëngjesit. Po, në këtë rrugën të janë gjithë. Janë rrugë që janë gjithë. Në parë. Në orën 4 mëngjesit. Shumë rrugë e vështirë. Për sa ore ke bë deri atje lart? Deri ku është ajo proni, në kam bërë 30 minuta. 30 minuta deri te proj. Pastaj ke vazhdu rrugën tjetër. Pastaj kam bërë rrugën tjetër. Ke dalë ne apo nga krau tjetër? Kam dalë prap te proni atje ku është rruga akësore të një gjithë po. Hajde shkojmë atëherë. Qito. Në ta çantën e kam gjithë qito. Në këtë grope në ta. Tu mrena kësaj grope, ha? Po ke ardhur ditë tjetër mrapa, ha? Pa, kam ardhur ditë tjetër. Jo, ditë për jam këtyre kam që çantën këto. Një çantë zezë. Që dyshohesh se ishte e vllajt tënd? Jo, nuk ishte vllajtë. Aja ishte si e lanën, që derdhe diku të vllajtë. Kishte gjonat mbrënda? Ja, ashtu gjore, ishte balus në lanë. Se keni gjetë mo? Ja. Policia këtë çantën? Jo, se kam Qa thonin se ka këtë çanta? pas gjonë këtë dis. E kam pas që ka kënë bosh në nurë. Në nurë. Po kush ta që mund t'jetë e vllajt ata jo? Nuk është e vllajtë tem ajo. Okej. Nuk ishte e vllajtë tem, son gjonat e vllajtë tem një. Rruga, ku është rruga? Për ronë shkomit. Se do si Livic këtu. Po, gjithesh lart atje. Do vazhdojmë drejt, ha? Te pjesa sipër. Ti ke zbrit nga kjo rrugë, nuk është se ke ardhur, më fal, ha? Ke ardhur nga sipër, më fal, ti ke ardhur nga rruga lart? Ardhë nga rruga ka marrë të ne, nga kjo maja këtu. Nga kjo maja këtu, po? Ja zbrit edhe ardhë dalë që këtu.
kemi ardhur në vendin. e ngjarjes. Vendi i ngjarjes është Vendi i atje sipër. ngjarjes është atje sipër. Po- Unë kur kam thirr policin, jam ul nga sipër, Tani ky vendi këtu si quhet? Kozhnje? Kozhnje. Malësia e Kelmendit zotri? Kozhnje. Okej. Po, Nga ajo moja atje, afër, jam ul. ke zbrit në kom. Po, kam Po mirë, zbrit. fal, një pyetje kam. A mund të vish pak më këtej? Tani ti më the pak më parë se ke ardhur rrugës parë, Knej, ke ardhur këtej. këtej kam Ha? ardhur. Nga kjo lugina Nga këtu? kjo lugina këtu kam ardhur. Po, Nga i ke kjo re nga ura, jenë gjithë nga ura që nga shte. ura, Po? edhe jam gjitë, kam ardhur diku një anë i nelt, edhe Okej. kam ardhur e jam ul në pru, mi prua. Atë mi këtë prunin këto. Po, Do me thonë, mbi këtë. Po. Dhe ke Edhe- ndjek shtegun, ishte shteg i vështirë për ta kalu? ishte i shtirë Ja. shumë. Do me thonë, këtë rrugën knej, edhe kam dalë deri atë poshtë. Do me thonë, 10 Deri minutë. poshtë aty ku janë ato Pa, pemët deri e ku është rralla, pemë, tek ku është ajo ajo, pa. kodra e vogël, ë? Pa, deri Tek te ajo kodra maja e e vogël, vogël, po. aty jam nalën. Ku ishte tani aty u ndale ti? Pa. Ti ishe me Cucin, Po, dhe Me edhe me Cucin? 2 personat e tjerë. pa, me 2 personat e tjerë. Ti nuk mundet të ecësh më? Ja, s'mujta. Qa ndodhi? Në shlu në kamët. Nga mërzia, 7 e 10 minuta fix. 7-10 minuta. Fix. Okej. Dhe me thonë, me Cucin jam nda në 7 e 10. Aha. Ajnë në 7 e 10 nda nga unë, në 7 e gjys, 7 e 30, aja është këthy ke une. Po? Cuci. Edhe kur është këthy Cuci ta unë, e kam vetë, o Cuci, ama pa dhe vlajnë, e kam pa fa vlajnë, kanë tha, ishtë rëzu, tha dhe kishë rënë humnel. Mhm. Edhe unë i thaq, në atë moment, si tra për Ke kjo vlajnë. hymnera këtu poshtë, ë? Pa. Okej. Edhe ja fillova të qaj une, edhe i tham vetë, mos ju qitësova pak i thaq, po telefonin më. A ke pa kun telefonin? Po, tha telefonin, tha ishe në rrugë, tha. Po? Ishe në rrugë, tha, me zilet telefonin, tha e gjeta. Edhe mrapa a kam pyet Cucin për telefonin, thot vesh se ka ra një homnel, edhe i ka bën foto policia. Po, Asgjë nuk një thot sekond. tjetër. Gzim Preldaka ose Cuci me Pa. pseudonimin Cuci. Ishte bashkë me një person tjetër, Pa, të cilin e kishe marrë ti dhe nuk e du me Pa. emrin. Tani ç'a ndodhi në atë moment kur ke pyet për telefonin? Ç'a i Edhe tha ai e një gjova personi tjetër? atë personin, atë djalin e vogël, që i tha, pse i ren shelm? Kujt i kishte rënë shel? Telefoni, se s'pat kuj mira tjetër ren shelm. Telefonit. Telefonit, pse i ren shelm, i tha. Ai djali i vogël i tha, pse i ren shelm Po ky ç'a telefonit. tha në atë moment? Ky s'foli hiç fare. Nga ky moment që u bë biseda për telefonin Pa. dhe u zbulua që Mireli ishte i vdekur. Pa, u zbulu. Ç'a ndodhi më pas? A mund të marrë fesh? Ma pas, kam marrë rrugën, jam ul te poshtë edhe jam ul njëtë. Këtu. A vjen më poshtë? Ke ardhur këtu? Qito, pa. Sa kam dalë, do me thonë një këtë venin i to, Mhm. kam lajmëru policin. S'kishte vala aty lart? Ja, nuk ishte valat i largë. Ishte e vështirë zbrisje nga ai terreni atje? Ishte pak e vështirë. Ishte Se jo duket pak, po duket si shumë e ishte vështirë gdhish ishte. pak a shumë aty. Kur kam ul to fol me policin, kam pa makinën Ti po telefonoi 112-ën. pa, Këtu. 112-ën, Po? edhe i tregova që vllai jam ashtë rëzu dhe ka vdek. Ti po flisje në telefon Pa. ndërkohë? Ndërkohë unë po flisja, ata më pyqin cilin vend, unë se disha cilin vend tamam. Ke qenë një herë tjetër këtu? Jo kur. Edhe i thamu në policisë, hanë se më ka vdek vllai. Po. Edhe ashtë rësu në mal. Ju lutem hajde sa më shpejt, se ndoshta është edhe gjallë, merr frym. Ti këtu ke zbrit rreth orës 9, 9:15 minuta. pra në 7:30 ke marrë vesh për Po. vllajën, derisa ke zbrit e Po. gjitha, ke ardhur 9:15 minuta. 9:15 minuta. Teksa ti Unë- flisje me policin, këtu Te- tërë ishin persona civil? Tu erdhi një foristrade bardh Po, me 4 4 persona. persona civila. Më thanën mu ku është rëzu vllai, i thaqon Akinal. A i dinin ata që ishte rëzu vllai? Jo, nuk e dinin, ju tregoj Cuci, me pseudonimin Cuci, a ju A ishe me tregoj. gëzimin ti? Po, isha me gëzimin. Ju tregoj Cuci që është rëzu vllai i kësaj Akinal. Po. Erdhen këto, folen me mu, me pyeten a dëshon në ken. Unë i thash nuk dëshoj në ken, se Po. dini erë, për momentin me dëshun ty, unë të vras një tash. Po. Edhe tha i polici kanë marrë Cucin edhe janë largu ke një guri njëte. Te guri këtu? Guri qito. A ma trego pak? Mu më kanë lanë qito. Ty të lanë aty? Pa, Po, edhe vetë? kanë marrë Cucin edhe janë largu qito. Në atë momentin njëto, Këtu? qito. Okej? Edhe në momentin këto ata kanë shlu
Kanë Droni. hap çantën, kanë pyet cucin se si një gjova sa u largunen, kanë hap dronin, edhe kanë shlu drejt venit. Drejt vendit ngjarjes. Drejt atje. venit. Po? I kanë bë foto vllajt me te. Unë avrit atje tham, ta shikoj din, se unë atje në smrria ta shikoja, edhe nuk ma lanë, më shtynen. Tham uja, ka nejt të një 5-6 minuta me cucin. Duket se pas ka shishe ujë, pas ka letër Ka mojtë. nejt 5-6 minuta këtu ata polic, kanë mbyll dronin edhe e kanë lënë dronin qëto. Këtu. Qëto Ku, në më çfarë janë vendi? i gurit. Ka kanë droni me çantë bëj kaft. Okej, Çantën e ka pas bëj kaft. në rregull. Edhe tash unë deshta ta marr dronin, e ka marr cuci edhe ka ik. Anej ka ik. Po mirë, a ishte droni i policisë? Po, droni i policisë. Po policia ku hiku? Këta të katër që thanë që jemi policia. Për stradën aty dhe kanë hik. Kanë Hikën hik andej. krejt, nuk i kanë pa më. Okej. Janë kthy mas një 2 orë gjys kanë ardhur, kanë marr dronin edhe kanë hik edhe si Po kanë pa mirë, më. cuci, çfarë donte me dronin e policisë? Si di, ata harrunën. Harruna, lanë me qëllim Ti nuk ke e di. kaluar te ky përroj në këmbë? Pa, të ki Po. përroj. Tani sa kohë desh që të vinin strukturat e policisë të Dë me uniformuara? Unë i kam thirrë 100 herën. Dhe me thonë me telefon. Ju lutem hajdeni. Ata kanë më rri rreth orës 40, 4:20, taman nuk e di. E pas ditës. Pa, e pas ditës dhe me thonë, qysh në orën Po 9:15, Po? deri në 4:20, pas ditës nuk. Ndoshta kjo për shkak edhe të terrenit, se terreni i vështirë. Ne themi gjithmonë jemi me datën 18 shtator. Me 18 shtator. Ti ke mësuar të Po, vërtetën. ditën e ejtë me datën 18 shtator. 18 shtator. Në orën 4 kur erdhën, ç'a bën? Kanë orë rreth, tash nuk i kam nimru, rreth 15 kanë qenë. Po? 14-15 Janë kanë gjithë qenë. lart? Edhe kanë marrë rrugën edhe janë gjitë larg. Ka jam gjitur kësaj rrugës. Aha. Edhe unë deshta të nitum mrapa tyne, edhe nuk kom lanë. Nuk të lanë. Ja, Kësaj rrugës këtu? kësaj rrugës tu. Kina marrë këtë rrugën kështu, edhe kina hec Ke ky shtegu, ë? Pa, që ky shtegu i tu, edhe kina hec pak më nej. Aty është rruga që ngjitet, shira, shef si është si pru, Duket po, e shoh. aja është rruga që ngjitet drejt, E shoh. nga ajo pema, Shumë e vështirë. atje edhe ngjitet drejt nel. Tani, mbasi erdhën ç'a bën? Kam pa kanë gjiten, i kam një të folë për i ka poshtë, unë s'kam mujtë, Brava, kanë det shumë atje? ka nejt deri në orën 9 darkës. Deri në darkë. Deri në 9 darkës. Ku fomën sa rritën do ta marrin. E kanë nxjerr nga E Humnella, kanë nxjerr. po, edhe e kanë nxjerr një brek. Dhe në thonë një brek aty, Dhe kanë- kur e kanë marrë trupin? e Dhe si trupin është e kanë transportuar? marrë ditën e premte me datën 19. Ditë e premte Në datën 19 në orën 11. të mesditës. Po, Okej, dhe kanë ardhur me helikopter e kanë marrë? po, me Pra shfut helikopter. helikopteri deri këtu, ë? Po, Helikopteri ushtrisë. po. Tani, në ato momentet e para, ç'a u mësua? Ç'a u tha? Në ata momentet e para, thash që vllai jem ka dalë për gjoje. Për gjuhë e ti. Po, për gjuhë e ti. Që ta kuptojmë. Për Për gjuhë e ti. Kush po. e tha këtë version? Cuci, Cuci. Ta tha ty apo ja tha tyre? edhe mu më ka thonë, edhe policisë, kështu i tha. Që ka dalë për gjuhë e ti. Ka dalë për gjuhë e ti. Vllai jot shkonte për gjuhë e ti? Jo, E dihet ti që vllai jot të vinte këtej sipër? jo, kur. Ç'a ka ndodhur në të vërtetë? Ç'donte vllai jot në këtë zonë kur në të vërtetë ai jeton në Grut Fush, Po, rreth 70 kilometra larg nga vendi ku po, po rreth raportojmë tani. 70-80 kilometra larg. 70-80 kilometra larg. Se do ta saktësojmë fiks. Kur ju personalisht keni marrë lajmin që diçka mund kishte ndodhur thonë, ta thamë nga fillimi? taman. Vllai im kishte 10 ditë që ishim në spital Shkodrës me mamën. Mhm. Se kina
për në spital Shkodrës, do me thonë, na kena shkullë në spital Tiranës 4 ditë. Ka qenë smur. Pa. Ka bërë dhe operacion? A bon dhe operacion për gurën tëmë. E do me thonë, ditën e shtun jam ndonë në vllajën tem. Shtun i bi 13 shtator. Po, ditën e shtun me 13 shtator jam nda e ndogan me vllajën tem. Ditën e hanë, vllai jem është largu nga shtëpia, bashkë me cucin. Kanë nga shtëpia mamit dhe i ka thënë mamit që do iki për punë. Po. Kanë marrë ka 10 metra plasmas të dy bashkë edhe janë largu. Asgjë nuk di tjetër. Dhe me thane, ditën e mërkur, me datën 17, në orën 8, vllai jem ka fol me mamën. Po? Thanë hera fundit. Edhe i ka thënë mami, a ki dhimbje? Edhe miru pafshim. Asnjë gjë tjetër mami. Ditën e mërkur, Me datën 17. Po? Ditën e mërkur me datën 17 në orën Në qa ore ka fol me mami? në orën 8 në Të mëngjesit. Po. Po mirë, qa tha mami jot? Ishte i shqetësuar? Ishte shumë i shqetësuar, Okej. shumë i tensionuar. Nga e hëna në të mërkurën, ju e dini që ishte me cucin lartë. Po. Po, në të mërkurën, me kë ka fol tjetër për herë të fundit? Për herë të parë, në orën 6 ka fol me një të Person. dash. E Tina, në orën 8 ka fol me mamin. Çai ka thënë të dashurës? Qa shqetësimi ka pas? Të dashurës, si thot ajo, si e konsideran ajo thot që më ka thot që dje kam pas dronat edhe sot jam zgjuar qysh në orën 5 që të largohem. Sorrat, në të Sorrat, kuptimin pra e në të fjalë. kuptimin për dronat e policisë edhe Po, këto. Tani vllai me qa meri? vllai kështu punë, thjeshta, bujësi, Okej. Pra dronet i ka parë këtë lartë, që Pa. do dalim aty. Pa. Ditën e mërkur ka parë drona, i ka parë që të martën. pa. Dhe të mërkurën në mëngjes ishte nis për do zbriste. Po, Në orën 8:30 ka fol me maman tënde. 8 fiks. 8 fiks. Pa, se Dhe i ka qyrë. thënë që Veç i ka thënë si e mami, a ke pas dhimbje? Aha. Edhe miropafshim. Si Miropafshim, mami kur nuk i ka miropafshim, thënë miropafshim, veç i ka thënë mami pa myllit të jam i zonë edhe po të thiri ma vonë. Okej. Mbas dite kur është bërë sinjali i parë dhe nga kush Në që orën 12, Mireli në orën mungon? 12, një ajo e dashur ati ka thirë mamin edhe i ka thënë ku është Mireli që nuk mi hap mesazhet. 12 mes Po, ditës. 12 ditë. Nana ka provu, me ra telefonit, Zilja i ka shku, nuk e Mhm. hapte. Ty e provu me Po, telefon. po pastaj? Pastaj në orën 4 më ka thirë mami mu në telefon, edhe më ka thonë, Eli nuk më del mu në telefon, vllai jem. Okej. Edhe unë i thash mamit, alo punën edhe vi? Jo, më tha, bela po fol, tha ka 6, Po. se len punën ka 6 dhe bela Okej. po fol. Në orën 6 fix ka shku cuci ke shtëpia. Ke shtëpia Okej. mamit time. Edhe i ka thonë, a ka fol Eli në telefon me ty? Mami ka thonë, jo, nuk Okej. e kam një qysh në orën 8. Po. I mami ka thonë cucit ma le një numër telefoni, ta Po. di që thirri, edhe a dalim bashk, dhe me thonë a dalim Po bashk. mirë, Cuci e dinte se ku mund të ishte shkoput për herë të fundit? Normal. Çka ka thënë? Po normal Çka ajo ka e thënë mami dinte. tat? E di ku e kam lanë, ka thonë. Si e di ku e kam lënë? Po e Pra di e e kam dinte lanë, zonë, si i tha? e di e kam lanë ke parcela nelt. Aty u mor vesh që merresh me Po drogë? aty e ka na marr, unë aty e kam marrë vesh që, Ta ka thënë mami. po ma ka thënë mami Që merresh me që kultivimin e kanabis Cannabis sativa. sativa. Okej, pranoj me shku me mamin tënd për të Jo. vërtar kthi? jo, Pse ç'a tha? jo tha du tha një burr tha që del me mu, i ka thënë mamit. Du një Okej. mashkull shtëpie dhe me Okej. thënë, me dal. Mami s'ka pas ken për momentin, edhe ka shku të një këmshi jemi aty që ka Okej. kafen, edhe ati ka thënë, ai ka thënë jam moshë thyme dhe nuk mund dal, djalin e kam smur, nuk mund dal. Prej aty ka shku një kafe tjetër në Shkodër. Okej. Edhe aty ka thënë, aty kanë shku në orën 11, Të natës. si përcaktonaj, Po, si po, di po, edin. po. Në orën 11, edhe aty kanë thënë a shkojmë, dalim me shku atje, i ka thënë ai djali a thirrim policin, jo i kanë thënë ta s'pa thirrim policin se nështë është gjallë. Por nuk pranonte binde. Ja, Pse? natën ka thënë nuk dal. Nuk dal natën. Nuk dal natën, Po ka mirë. thënë, A dinte Cuci se çai kishte ndodh? aty nuk e di. Okej, çai ju ka thënë ju të pak. Kur ke folti për herë të parë me Gzim Predlavin? Unë në orën 12 natës natës. kam marrë rrugën nga Ulqini, edhe kam kalu doganën e Moriçanit, edhe Okej. kam marrë 12:30, i tekan datës 18, Okej.
kam gjetë numrin e Cucit edhe e kam komunikuar Telefonuar, po. te. E kam telefonuar, i kam thënë ku ma ke lënë vllajën, tha kam lënë tha vetë ke parcela nel. Aha. Okej, thash po çfarë parcele të marr? Tha aty nel, të po të tregoj. I kam thënë a dalim? Jo, më ka thënë, s'mund dalën tash. Okej. S'mund dal tash, ka thënë e kam thirr Cucin e orën 3 të mëngjesit. Sërish, nuk Pa, të la meraku. nuk më la marako. Fillove dyshoje si Po. diçka mund të kishte ndodhur? Dyshova shumë se më shkoi. Dyshoshi se Po- vllajem nuk ka nesh gjatë pa thirr në Pa telefon folur me mamin. familjen, po. Me mamin do me thënë 10 njëri. Edhe dyshova, fillova të dyshej, o ashtë i smur, o diçka e kanolla tina. Në orën Në 3? orën 3 e kam thirr Cucin në telefon, edhe më tham le të flej gjumë, Aha. se jam i lollën. Okej. Kam thënë çfarë gjumit më djalën, e kam vllën se di ku Të më ke humbur, po. lënë, e kam të humur, unë se di as gjallë, ai smur, Aha. ashtë, a ka vdeka, nuk e di asnjë gjë. Edhe në orën 3:30 kena marrë rrugën nga Grut Fusha, e kena mrri rrugës të mare, se drejte, më kanë gjitë kësaj rrugës to, edhe më kanë Sa e rrugës këtej? pa, kësaj rrugës knej, Mhm. edhe më kanë prumë, Për sa minuta të zhdasht nga këtej për të ardhur ke vendin ngjarjes? rreth 35 minuta. Ah, okay. 35 Ishte minuta. rrugë Po. e kalueshme, nuk ishte bllokuar Jo, me rrugë- shkurre, me Ja, me shkure nuk ishe bllokuar, po kish përpjete, Okej. kish gur, kish. Dhe në çfarë ore keni ardhur këtu sa dhe herë? Këtu kena ardhë, do me thonë 7-10, kena 7-10. kenë Atje lart. atë ofër lartë. Keni qenë 4 persona. Pa, 4. Momentin se ma shpjegova më përpara kur Gzim Peldaket të thotë jep lajmin Pa. dhe ky personi tjetër i të bën bisedën për telefonin që nuk është se nuk e pe, po e shtyve me këmbë. Pa. Nga ky moment, ky personi dhe i personi tjetër, Ky ku çka personi ka i ndodhur në këtë vogël, moment? këtë personin e vogël e ka marrën për sipër, dhe Okej. me thonë, e ka marrën se jena miqësi me te, Po, për të të ndihmu. për të Se ndihmua, s'kishe njëri edhe tjetër. unë i kam thënë ti personit, lutem, ndiqe Gzimin, Okej. që të ma gjeni vllajin. Mbas Se ju gjet lutem. çfarë pat frikë? Mas ju gjet ja filloi të qante, pat frikë, unë nuk kam faj, tha motër, tha, unë ashtu, e thosh ti je i lirshëm për mu, Mund t'ikesh. je i lirshëm, mund t'ikesh kur të dush. Okej. Po personi tjetër hiku A ky. personi tjetër hiku se Hiku dhe ai tjetri. Nuk e pava Dhe më. ti ngele në mal Unë e vetëm ngela, me ngela qëto, po mirë, ke ngel këtu qëto kam ngel. me Një të, dakor, me Cucin. me Cuci. Pa. Tani Cucin e zuri gjumi derisa erdhi policia? Jo, Cucin erdhi, kur kanë ardhur një herë ata të parët, Po, të katër. po ata të katërt parët, Po mira, Cuci ka kënë zgjut. okay. Ma vonë, Cuci ka marrë pyllën edhe ka ka fjet një ati Ka dikun. fjet atje sipër. Pa. Okej. Tani gjithë kjo gjatë kësaj kohë që u mor vesh që vllai jot kishte ndruarje. E pyetë Cucin çka ka ndodhur? A e pyta, a i më thotë mu që i kena kënë për gjojë më rapën. E ndroi versionin? Pa, e ndroj, jena kënë tha për gjojë, tha, mu tha vllai jet, a i ka dalë, tha atje, tha i tha dhe këty në Po. 4 inspektora policie ose Po. që në kënë civila, i tha i ka dalë për gjojë, tha atje në tham, ka thonë, tha dhe mua po vjen, Po. i kam thonë nuk kam armë. A i më ka thonë, tha, Mireli, tha, hajde se armën ta gjej vetë. Vllai jot po zbriste nga parcelat për dalë këtu? Vriste nga parcelat, vllai jeme ka thënë ditën e prende që t'ullet, Nga se mal. ja mora vesh për Cuci. Po. Ditën e prende që t'ullet nga mali, aja është ullë ditën e mërkurë. Po është ul për cilën arsye? Fakti që ka pas Ty nuk e di drona, arsyen, a ka sepse pa ne drona? kemi dëgjuar këtu së bashku se një ditë para kanë qenë dhe helikoptera në monitorim. Ashtu kam dëgju edhe one që kanë kënë helikopterë. Monitorim. Po, Tani te parcelat e drogës. Vajte? po, kush kam vajti? vaj, Une, Personalisht? po. Sa ditë mbrapa? I të kënë 7 ditë pra. Okej. E kam gjetë, I kishte e azjesu policia, ha? pa i kishin dëgju prej, edhe kishin dhe me thamë 4 kaqorë, Stane. stane, po. Okej. Ishin 4 stane,
ishte Kolibe, a, si ta veni, themi? po, Okej. ishte veni ku ish keni millën droga, ish zorra ujit. Ke bo dhe video që Pa, mund t'i po. shohim teksa flasim, t'i shohim dhe pamjet filmike të asaj. Të parcelave. Edhe video, edhe kreti kam bërë, dhe me thonë, edhe i kam ndihmuar rajtet. Sa rënjë dolën? Unë dolën 980 rajt. 980 rënjë kanabis sativa. Po. Kanë qenë të larta kur Po, unë kam gjetë informacionin preme. që ju keni. Ishin Nga informacioni që i kam, janë kanë shumë të larta. shumë të lartë. Më thënë, ishin gati për të korë. Po. Unë e dyshoj se vllai jem është i ram nga mrapa dhe i hedhën humnell. E kanë godit thua? Po, e kanë godit nga mrapa dhe i ramën humnell. E kanë gjujt humnell. Se Okej. i nuk e... Ku i kishte dëmtimet? Dëmtimet i kishte vetëm në skupe. Okej. Po për para? Jo, veç të syni pak. Dhe me thonë, edhe këtu i kish brit e thyme. Edhe i gritën pak me i kushve. Okej. I ke parë pamjet filmike se si është gjetë në vendin e ngjarjes? I Ka kam, pas po. çak si ishte vllai? I kam Ishte në shkop, ishte Po, në... i kam po dhe një në tje ku ishte rëzu vllai, kishte rasu një krop, kishte gur, edhe kishte ra me kry kështu, edhe kishte një drum ndo. Një drum fat kishte ndorë, një drum sa dora jam e trash, e kishte ndorë. Sa fëmijë jeni? Në anë të shjena vesh një vlla dhe një motor. Ti dhe një vlla tjetër, ëh? Po, Po familja juaj është e të varfër, më kanë thënë, Jemi shumë me të probleme varfër. shëndetësore dhe mamaja dhe mamin dhe babi. babin të dy kam me probleme shëndetësore. Ai që ka godit buajnë të ama të ditë, të dasht t'i vras të tre. Edhe që ka përludur me gjakën e vllajtën, të dasht t'i vras të tre në atë Ju moment. besoni fort që është vrasje dhe jo aksidentale? Unë e besoj se besoj që vllai jam aksidentale. Unë nuk mund të besoj. Vlla jo sa ko kishte mbrapa, morë dhe vesh që merreshe me kultivim të lëndën erotike? Mrapa në në vresht. Sa kishte? Kishte ko? Si mas dallare që mora, unë kishte 5 vite që merrem. Si ishte mundësi tjetër për t'jetuar? Jo. Dhe vlla jot, ka qeni martuar më përpara, ka Ka qenë fëmijë. martuar me një polake, ka një djalë rreth 18 vjet i kam tash. Po është i divorcuar, ka pas një fatkeqësi, është i divorcuar. Dhe jetonte vetëm me mamin dhe me Vetëm me babin. mamin edhe me babin. Me mamin ta flisje gjithkohës, kishte Me mamin tem kontakt. ishte shumë i lidhur, shumë kontakt, shumë i dëgjon. Po ti vetë jeton në Malzi, Po, jetoj në për sa Malëzi. vitesh? Unë jetoj për 22 vitesh. Dhe ti ke qenë e parë që ka ardhur, pra ke ardhur Po. me këtë alarmin e Po, ngjarjes me këtë alarmin kur ka thënë mami se që nuk po del në kontakt. telefon. Edhe unë e kam parë si dyshim sa ti i ka nol diçka, se ai kur s'ka nej pa fol me mamin. Me ne, do me thënë ka fol pak ma rrallë, ama me mamin gjithmonë. Po Miriam, çfarë kërkon sot në shteti shqiptar? Megjithëse kjo ngjarje po hetohet, fillimisht u raportua si ngjarje aksidentale. Unë du që të zbardhe ngjarja e vllajt tem, Mhm. të zbardhe ngjarja, ta di të vërtetën, çka ka ndodhur me vllajin tem. Lëzim për ndagaj, ka mohuar para ju që çdo përfshirje të time të ngjarjes që të ketë ose që të ketë dieni se çfarë kishte ndodhur dhe nga kush i kishte ndodhur apo si ka ndodhur ngjarja? Çfarë ju ka thënë juve si familjar? Ai si familjar, neve ka ardhur nga 2-3 herën të na, Për varrime këto ka ardhur. ka ardhur për varrim, ka ardhur me mamin dhe me babin, ka ardhur dhe vet, ka ardhur dhe me shoqëni, Aha. ka ardhur me thënë, nuk e moj men një 7-8 herë tamam, 6-7 nuk e moj men tamam, Okej. herën e funit ka ardhur me babin edhe me tjetër. Po. Unë jam gjetur në shtëpi, edhe kam hymre, jam i zbritur në ne, kam hymre, i kam landorën dhe i kam full në ta, edhe në atë moment baba i gëzimit ka thënë mu, na ka korrit kushërini jashtë, Kush e kush e një? Rifat Çuku. Se? Demek që na ka qitë se vllai jet është marrë me drogë, Po? edhe me armë.
kanë pas armë, ku është arma. Jo se kanë pas armë, po ku është arma, se droga nuk ruhet me karikus telefonit e me 3 bukë në çantë. Okej. I tha që në vllai jem, mund të shkorit, i tha që me marrë, me shit femrat, edhe me zonë dikush të vjau, ose duke vrati ken, aja është turia për vllajin tem. Për drogi kam thonë merren gjithë. Kush është i Zoti? Ai po fajson të kushërin tuj. Pa, Pse foli, pse tregoi të vërtetën. pse tregoj të vërtetën? Apo nuk po mohonte drogën, po kërkonte armë. Pa, Po mirë, baba i Gëzimit dhe Gëzimi, po ta përsëris. Kanë fol, ju kanë mohuar ju që të kishin Gëzimin për gjë. Dhe pse Gëzimi s'ka qenë ditën e mërkurë, marrën e mërkurë me vllajin të mirë. nuk e di. Kur ke marrë vesh, kur ka zbrit poshtë? Po e ka marrë vesh se ditën e marrë, Gëzimi është ullë poshtë edhe ka shku te mama jeme. Okej, çka ka bërë? Edhe ka marrë 250 lekë, Okej. edhe është largua. Në ata 250 lekë, ti mja vonë si di. Okej, rrim. Atëra, Ndërkohë të mërkurën orën 6 të të mërkurën pasdites. orën 6 të pas... Jo, atë ditë të martën orën 5-6 ka qenë prap ke mami, ka qenë një shishe qumësht, Okej. edhe ka marrë një plysh vogël. Po. Edhe është largua. Pastaj të mërkurën Në orën 6 orën 6, dhe me thonë, Ka ka i ardhur. prap ke mami, që nuk po që nuk po i del Elin telefon. Tani në dinjin tënde. Do në thonë që... Ke marrë nga Gëzimi dhe Mireli. Si shkoni kohë e fundit? Keni mësuar një gjë? Kishin Ne pas? i kam mësuar nga një se Eli edhe... Eli thre ti vllajt Vllajt, Mirelit, po? Mireli edhe Gëzimi kishin pas një debat shumë të madh. Se Gëzimi i thoshte se unë nuk mund dal atje, unë kam frikë natën, mu me hanë mushkajat. Ngushëllimi një herë për humbjen e djalit. Faleminderit. A mund të tregoni cila ka qenë biseda juaj e fundit me Biseda djalin tuaj dhe kur ka ndodhur? biseda e fundit ka qenë mërkurën natën 8 sahati. Të datës 18 shtator, a? Po, 18 shtator, më ka thonë, mam si ke një, a ke pa zojmja, edhe më ka thonë miru pashën që s'm ka thonë kur. I shqetësuam, Ka po. qenë i shqetësuar. Po, e kam pa në Po, paraqitje, pse, ç'a kishte? nuk e di, nuk më ka zoj Fole kur. me zë apo me figurë? Dole edhe me video? Ja, vetëm me zanë, vetëm me vesh këta. Të mori ai në telefon? Po, po. Zgjati shumë telefonata? Ja, vetëm ja të 3 fjalë, asisen tjetër. Po nuk thoshte asnjëherë miropafshim, a? Ja. Ditë tha miropafshim. Kur s'm ka thonë, veç ta pa të marrë më vonë, nën, prap mos o mërzit. Po zëri ti ishte ndryshe nga herë të tjerë? Krejti ndryshum si tjera ditë. Krejt. Si me kanë dikush ka një të mrapa, si me kanë dikush Friksu? i friksuam këtu, i të, dhe shajtë pa mërë ma vonë, nuk prit se pa mërë ma vonë, prit. Deri në 12. Në 12 kam qu zile, i ka shku zilja deri në fond, nuk me ka këthy përgjigjen, atër vazhdimisht. Bjerje, pa pushim. Po. Deri në 4 kam nejnë, 4 kam marrë këtë. I kam thënë mirë, nuk më del Eli, më në nuk e di që ka në. I thëmë kësaj. Thot nana dhe, i thëmë prit deri në 6, bela ta pa merë ka 6, sa mësu me marrë ka 6. Kur në të fjallë vetë, u ma 6 sati, pup Gëzimi të dera e shpis. Gëzimi të dera e shpis. Dhe më thot, atë ka dalë Eli ty, thot, s'm ka dalë. I thëmë, jo, nuk më ka dalë. Më thëmë, tja, a ke fol me te? Jo, thot, u s'kam full, se të hiq, thot, me Elin, thot, vetëm unë sa kam del në telefon, thot, edhe kam shqetësime shumë, i thëmë, po shqetësime pas shqetësime, i thëmë, ti kush del të i du të më shku të shoku, i thëmë vetë. Po mirë, i thëmë, për anis në suante, ku është Eli, a din gjati? Jo, thot, se di, më ka zo me djallë ku është, kush del natën, i thëmë, ti ku është Eli, si nuk e din se nuk del natën, se ti a Eli janë një Gustavi, i thëmë vetë. Thotë jo, thotë me kanë nona e baba, më ndekson të thotë janë t'jes dalë. Po pse?
Po ka ishte më kallzoj muj se ku është, ai nuk për vetë një ati se kom ditë kur se ka dalë djali. As një herë s'ma kanë dhënë vërsimin. Edhe thot, veç në natë, thot. Ti merë më i thëmë Sandën, i shok ti, edhe për marrë vetë gjinin teme, edhe po dalim të djali se, o kam me temperaturë, ose ka diqa do t'in, se e ka pasi se i temperaturit, i thoshim e drumës ma ka temperaturat e 40, edhe nuk ka i zoti me marrë telefonin me dorë. Jo, thëmë s'ma ndalësuan dhe vëshnatën. Tja pa ma le numërin e telefonit, i thëmë Vile. Se kishte numrin e ti? Hiq. Ti ma le me numërin e telefonit, o nis. Hajtë të se po t'alen, ti ma le me numërin e telefonit, i thëmë sot ju du me të marrë prap me dvet. Ma le atë numër qyshe telefonit, e kam marrë prap, i kam thana digjon, së më kanë këthy përgjigja, tha kur sen. Kam thirë këtë, ka ardhë kjo 11 natës. Pej Ulqinit vetëm kjo kare, ka dali ka marrë këbile, djali një kë ka marrë, 11 natës, kur kon. E morë me në telefon, më lenit flenj, tha, se më përgjumshim. Deri në 4, nuk ka një ju me lujt venit. Në 4 sahat një quë, ka ardhe ka marrë vajzën një aty, deri një aty të bilo, një të deri të në gjysë të rrugës, ka nikë, kur kanë dalë atjetër, unë për vetë... Ti ke shku vetë ati lartë? Po, vetë kam shku. Po, kam shku vesh pej Marakut me pa venin. Mas si kanë odhë ngjarja? Mas 5 javësh. Pardje kam shku vetë. Tani, kur e ke pa atë ven aty, për herë të parë, qa ke menu? Qa kam menu? Besa, kam menua, kam thanë me mend mija, me zemër teme, ja thavë zoti kokër e zemër sa ti si e ka qitë në atë ven. Mami me pa dalë me lypë me shko për me strajcë, se me dalë ku ka dalë. Ka që kam thonë vetë me mend mija. Kush ma bani atë rengë me ma qitë djallin në atë ven atje. U me pa ditë një atë ven, për gjallë beledha, së më këtë një gjuvesh, për gjallë i herë nana e vetë një ati se këtë lanë me dalë kur. Pse të kishim dalë me lypë me shko për me strajcë, nuk kishim lanë me dalë kur janë atje. Kush e ka qitë, kush ja ka mësu atë rrugë, nuk e di. Zonjë, ti veti smurë? Vetë jam invalitë në 2 kantë, jam bë invalitë në 2 kantë. Edhe burri smurë? Aj, po, aja bile dhe më i smurë sa më dhe më i zi sa më. Kush kujdese i për ju? Vetëm Eli, kur kush tjetër, a i ka prishjet esën e vetë me nej me babë me nanë. Se është a keni martuëm, ka djallin i mush me 23 në orë 18 vjetë. Edhe ka thonë nanut sot jam gjallë rri me ju, se s'kam si unë, asë në të shku me blej bukë. Ekonomia ju nga se mbahet, me qa mbahet? Me qa, për zotë të vesh me atë pension si kana. Njani 100.000 lek e njani 150 kur i zë tjetër. Po, sot, kur e meno, zonjë, qa mund të heqë ty Elin mu marrë me këtë veprimtarit palishme? Pasha zotën, nana nuk e din. Nanë si ka thonë shkaj një Gustavi me punua. Nuk ka të regut? As një herë nuk e kam ditë se ka shku në këtë punë. Po ta kishe ditë? Apo të me pa ditë për zotën beledha, apo të beledha, së më këtë një gjuhë. Veç e kishim thonë nanë, po punojmë i të satë muna, ose i kja shtetit si të tanë shokët. I kom thonë, jo herë për i 100 herë, nanë, i kja shtetit ndashtë, jo s'kom si la ju. Ndashtë më nanë, në telefon fletë, kur të punon i neqën i nej lek, shkoj me i marim, paguj me makine, shkoj me i marim dhe në vrak, je ka që naneve t'i ka thonë, për një ati nana nuk e ka ditë. Operacionet e gjitha këto i mbulon të Eli, ne? Po. Të shpenzime? Po, një ato shpenzime, po na, me pensionet. Me pensionet, me një ato ma që ka në kalua, për zote 1.000 evra vetëm. Po, e kam hi gurin për gojet atë ditën, të rana kam mu ma prap me hi këta më thënë. Po, ti ke shku ke veni, e ke pa poshtë venit ku e... Jo, dhe që ato të shpia, së më ne. Po, më largë ka qenë vajza. Po. Ati u gënë që parcela, ka qenë shumë më largë. Ati ka thonë këm bërë 3 ore gjysa, që dysa ka bërë me dalë. U tha që kishte dalë për gjuhët ti. Për gjuhët ti në rezulton që s'ka dalë për gjuhët ti. Kurse ka bërë nana, a bërë 40 vjeqa e la për gjuhët i dalë s'ka. Unë kërkoj shteti me ma gjithë se qa mi ka në djallit. Se si kam pas ku i gjanë bërç, as jam kënë, i nga të res me kënë, as me kur i sen, vesh kanë hangri, ka shatë buk, me la ka pas nësë si s'kana hangri as heq. Qa dihet? S'keni pas as
Po, ka raste, na ku me marrë 200.000 lekë qa dalin? 200.000 lekë burrë gru. Burrë gru 250.000 lekë, po, 250.000 lekë. A i ka pi cingare. Ma s'kana mujt me lënë pa cingare, për shemull, i ka qip 10.000 lekë makinës. Një ashtu si ka shku me nafë, një ashtu me veshtërsi ka na kalua, për zotën, s'di që më thonë, nuk e di që më thonë. Qandër e shtirë është, nene ka të ligë tjetrit, nene ka me lderin e shpisë. Kush do kujdes për ju? Besa se di, vesh zotis janë qilë. Inshallah i shkojmë për buzët sa ma shpejt. Dënë Allahu. Inshallah keni jetë në gjatë. Pasë të kërë sa s'ne duhet. Jeta e jonë kërë sa s'duhet. Dësa kata, dy verbona njëni më s'pekani zotin më shkome ble bukër. Më në i ka i farë fësë kullit. Nuk e di se që ka nuk e di. Ishte në plan martohej sërisht? Të eshti me godit, me godit shpinë, me vëmë plakat, me vëmë dhe dyre dhe pigjere, dhe tha nanë mu isha të pëgjenjra për e bjetë e shpia. Edhe u ban hizmet ju, edhe vetë do më në jetë. Për sa të jem gjallë më ka balon fjallën, dhe besa primen më dha fjallën e është të iku. Edhe më tha është 3 ditë, tha nanë jem ka shke me pënu. E gjuma në ullëm, se du më shku të doktori, tha se du të më shku me t'jek të amëthin. Do kthehesh të premten për Po. të çu ty ke doktori? Po, me shku me folë me doktorin, për me më qumu me hjek të amëthin. Premten ka ardhur. Premten erdi si erdi, o zot. Është në media, sa kemi lexuar që djali juaj ka qenë përsëritës dhe është dënuar më përpara për kultivim të lëndëve narkotike. Keni dini si është e vërteta? Ja, s'është dënu kur për këtë se ka mirë. Për kultivim. Ja, për kultivim kanabisis, s'është dënu kur. Edhe nuk është marrë apo është marrë? Ja, sa marrë kur ma atë punë, ose di vështimjet, ose di sa marrë në herë një jetë ti. Po më përpara, për çka ka qenë i dënuar? Ma përpara, jo këto sa kanë vetëm një herë, se sa kanë tjetër. Ku ka qenë i dënuar? A ka qenë i dënuar? Para 2 vjeç ka kanë i dënuar. Për një ata, pra si kanë kap me shok. Qa bënin ata? Shokët? Ata shokët kishin shiqin doza, qa dy qa shiqin, kjo ka kanë ty hangri dark me ta. Po s'ka pas lidhje, apo ka? Ja, s'ka pas lidhje për zote me sati jonë. Ata janë kanë përgjim 6 muj për paran. Ishin pa kanë përgjim. A i djali ma të gruën që kanë kanë ata së di. Ata 2 kanë kanë, asaj gru si kanë gjitë. E djalit tem si kanë gjitë kur gjave, shtë rëziku i tije kanë kapja të në tavalin. Nisur nga të dhënat paraprake, policia e Shkodrës e ka referuar ngjarjen e 18 shtatorit 2025, ku humbi jetën në malsinë e Kelmendit Mirel Çokaj si një ngjarje aksidentale, ndërsa thuajse 3 javë më vonë, Prokuroria e Shkodrës ka vendosur të regjistrojë procedim penal për një vepër penale konkrete, atë të shkaktimit të vetvrasjes bazuar në nenin 99 të Kodit Penal. I çuditshëm është fakti i dyshimeve për shkaktim vetvrasje nga prokuroria, pasi deri në këto momente mungon sipas familjarëve edhe indicia më e vogël që Mirel Çokaj të jetë vetvrarë. Madje po të lexosh literalisht nenin 99 të Kodit Penal, konfundimi të shtohet dhe më tej pasi nuk raportohet në asnjë moment shtytje ndaj Mirelit nga persona me të cilët ka patur marrëdhënie familjare ose bashkëjetese drejt një akti vetvrasës. I vetmi dyshim i shprehur publikisht dhe për të cilin kërkojnë familja që të hetohet me transparencë është pista e vrasjes.